Po vazhdojmë me shpalljen e gjykimit. Gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti i Krimeve të Rënda. Pas përfundimit shqyrtimit gjyqësor, lidhur me akt akuzën e prokurisë themelore në Prishtinë, Departamenti i Krimeve të Rënda, të datës 19/2/2025, trupi gjykues është tërhequr për këshillim dhe votim. Me datë sotit 19/2/2026 në ora 9:30, në emër të popullit merr këtë akt gjykim. I akuzuari Endrit Nika është fajtor për veprën penale vrasje e rënd nga neni 173 paragrafi 1.1.3 të Kodit Penal të Republikës Kosovës. Andaj gjykata në bazë të dispozitave ligjore të Kodit Penal të Republikës Kosovës dhe të Kodit Procedurës Penale të Republikës Kosovës, të akuzuarin Endrit Nika e gjykon me dënim me burgim kozgjate prej 18 viteve, i cili dënim do të ekzekutohet nga dita kur akt gjykimit merr formën e prerë. Në dënimin e shqiptuar me burgim të akuzuarit i llogaritet koha e kaluar në paraburgim, duke llogaritur nga data 1/8/2023 tutje, të akuzuarit me akt vendim të veçantë i vazhdohet masa e paraburgimit deri në plotfuqishmëri të këtij akt gjykimi, por jo më shumë se dënimi i shqiptuar në akt gjykim. Detyrohet i akuzuarit që në emër shpenzimit të procedurës penale, sipas llogarisë përfundimtare të kësaj gjykate, ndërsa në emër të paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej 1.000 euro. Si dhe në emër të taksës për kompenzimin e viktimave të krimit të paguajë shumën prej 50 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditë nga dita kur akt gjykimit merr formën e prerë. E dëmtuara Maria Magdalena Del Monte, përmes përfaqësuesit të saj ligjor, uzohet në kontekst të rregullt juridiko-civil. Pas shpalljes së këtij akt gjykimi, shkurtimisht i prezantoj arsyet e këtij akt gjykimi. Gjykata pas administrimit të gjithanshëm të provave personale dhe materiale, si dhe pas vlerësimit të tyre, ka ardhur në përfundim se përmbyllet qarku i këtyre prova, duke përjashtuar çdo mundësi tjetër alternative të rrjedhjes së ngjarjes faktike për të cilën i akuzuari shpallet fajtor, ashtu që është vërtetuar përtej dyshimit të bazuar se me veprimet të akuzuarit Endrit Nika përmbushen të gjitha elementet objektive dhe subjektive të veprës penale për të cilën i akuzuari shpall fajtor. Gjykata do të përpilojë akt gjykim brenda fatit ligjor, kundër këtij akt gjykimi personat e autorizuar kanë të drejtën e ankesën brenda fatit për 30 ditësh nga dita e marrjes së këtij akt gjykimi, gjykatës së apelit të Kosovës në Prishtinë përmes së gjykate. Kjo është vendimi i gjykatës. Betejën ligjore mund ta vazhdoni gjykatën e apelit. Ditën e mirë. Asesino! 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 Lacra! Lacra! Justicia! Justicia! La verdad siempre prevalece la verdad prevalece. La verdad prevalece. Fue para Libia. Quisieron poner plata. Se del trupi gjykuesit. Do me hidhe.
Ja, kom på honom.